Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur me përgatit mish në ovull, mish të viçit ose të lopës që bash ju knoq nga shija. Krejt që kanë nevojitën prej përberze janë pra ose mish të viçit ose të lopës, e kum ngri kështu në copa edhe e kum rrohur këtë mishin me që kanë të mishit pra ose që keq për ndryshe. Një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të mesme krep, një lugë të gjellës hudhër e bluar, një lugë çaj biber të zi, një lugë të gjellës viket, një lugë të mesme me martanoz të terër, 5 qep i kum ngri kështu në copa më të mëdha, 50 gram gjallë për ndryshe buter edhe pak vaj. Bismillah fillojna me përgatitjen. E morëm një tenxhere ku hedhim as pari pak vaj. E kemi lëshu shpëretin. Tashti morëm mishin, e renditim në tenxhere. Mandej morëm qept, shto që shenë copa të mëdhaja. Prap morëm copat e mishit, që i kemi prej pra jo të holla dhe i kemi rrohur poshtë me që keq të mishit ose që kanë për ndryshe. Prap morëm qept edhe qesim. Pra një ren qep, një ren mish. Deri sa të aranxhohet krejt mishin, 1 kilogram për kështu. Basi e kemi rendit edhe mishin edhe pak vaja qesim që shto për mi. Tashti përzina, mishin edhe qep i ka vërdisim. Basi që kemi ka vërdis mishin, tashti normal e lëshon këtë longën e shqipën vetën, morrim me mesat që i kanë përmendur të gjithë. Edhe qesim tek mishi, pra në tenxhere. Edhe prapi përzina mishin, qep edhe krejt me mesat, edhe një herë, së bosh. E morrim edhe 50 gram e gjallë, edhe e qesim për mi. Tashti deri që ta shtrohen post temperaturën 9. Shume të shpëretit, tash e ulim në tresh ose në kohë. E shikoni pra, pa i qit uj as kur gjohet që vetëm vaj normal, edhe qep pas të lëshojnë longën e vetë, edhe gjallë pa normal ku shkrijet, tashti e mbulojna tenxherin pra me kapak, edhe në tresh e lojna në shumë, ka daldale që të sijet pra dhe mishi. Nëse e nini vetën kështu për vetë, thuni ja dhe ushterë longu, mundeni mi ashtu pak uj, edhe prap me longu në zi, kështu që tash e mbulojna tenxherin ka pak. E hekum kapakën pra edhe e përzina her pas here, jo gjdo minut, gjdo 5 minuta, për kur vina ka kuzhina ka herë me mor, ka një kafe me qitë ose me mor ka një gotuj, nërvërvër. E shikoni, hala, asë 1 mililitër uj nuk ja kom shtu vetë që atë longën e vetë prej fillimit. Pra në temperaturë tresh edhe qërë qëfar longu i mirë bëhet edhe zihet tamam në ovull. Prap e mbulojnë atë tenxhere. Edhe mishin e ovull është gati. E kom zi pra për 1 orë rafsh në temperaturë tresh pra. E keni pa, i kom da copat e hollat mishit, i kom rrohur me që ka nëse që keq pra, edhe mishi i viqet po ashtu në varet, qëfar mishi i bleni, mishi i viqet pra është normal ma i ri, zihet ma shpejt, mishi lopës vanan ma shumë pak se mishi i viqit, kështu që ja vlen ta provoni sepse tepër i shishëm bëhet. As 1 mililitër uj nuk ja kom qitë. Vallahi, bela as 1 mililitër ujë s'ja kom qitë. Bëhet perfekt, sosin perfekt, unë tash e servoj me orizën e përgatitur në tenxhere, e kom postu recetën s'disa herë, kështu që nuk përbona mërzi edhe njerë ta përsëriti, ja vlen ta provoni. Nëse keni mysafir të ftuar ma shumë, ose familjarin e ma shumë, nuk ju del 1 kilogram mish, mundeni 2 fishim e bo, ose 3 fishim, 3 kila, 2 kila mish, edhe me lmesat normal që i 2 fishani, 3 fishani. Bëhet perfekt. Ja vlen ta provoni. Faleminderit për përkrajnë që ma beni komentet e bukura deri në recetën e radhës. Ka kuzhina njerit ju tha. Miru pafshim.